I bëra shoqeve të mia tiramisun time të famshme me pistakjo. Kishte kohë që s'kisha përgatitur një ëmbëlsirë të mirë dhe thash pse mos t'ju ëmbëlsoj pak me një tiramisu me pistakjo. Receta që do ju tregoj është shumë e lehtë, bëhet shumë shpejt dhe del shumë e shijshme. Shumë për ju që i shikoni videot e mia i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Si fillim do marrim 3 vezë dhe ndajmë të verdhën nga e bardha dhe do t'i rrajmë të verdhat e vezës me një gocë sheqer. Do t'i rrajmë me makinerinë derisa të bëhen kështu. Në një enë tjetër pastaj përzejmë të bardhat e vezës me këtë makinerinë derisa të bëhen kështu. Do kthehemi sërish se të verdhat e vezës do t'i shtojmë një krem djathi, Philadelphia edhe një pako mascarpone. E përzejmë kremin e djathit dhe mascarponen bashkë mirë dhe në fund do shtojmë kremin e pistakjos. Sepse nëse harruat, kjo nuk është një tiramisu tradicionale, është tiramisu me pistakjo, kështu që duhet i hedhim se s'bën edhe kremin e pistakjos. Të bardhat e vezës që përgatitëm më përpara do t'i bashkojmë me pjesën tjetër dhe duke i përzirë nga lart poshtë me ndihmën e një luge. Në një tas mesatar do shtojmë dhe kafe espresso. Marrim nga këto biskotat që janë kastile për tiramisu. Tani kjo është pjesa më e bukur, do fillojmë me përgatitjen e tiramisus në tepsi. Si fillim do vendosim një shtresë kremi dhe pastaj marrim biskotat, do t'i lagim në kafe dhe do t'i shtrojmë një nga një në tepsi. T'ju them të drejtën, më kishte marrë malli të përgatisa një ëmbëlsirë se kisha kohë pa përgatitur. Plus tiramisuja për mua është ëmbëlsira më e lehtë që mund të bëj. Pasi kemi shtruar pjesën e parë me biskotat, do të shtojmë sërish krem sipër. E mbuloj mirë me krem dhe filloj me pjesën e fundit të biskotave, pra shtresën e dytë. Mbaruam dhe me biskota, tani do vendosim shtresën e fundit me krem dhe tiramisuja është gati për t'u vendosur në frigorifer që të pushoj. Këtu tani mund ta vendosni të gjithë kremin që të mbulohet e gjithë tiramisuja, pjesa e sipërme që të mbulohet tamam. Tani pistakjot që kam qëruar nuk do t'i vendosim sipër vetëm për dekor, por japin dhe një shije shumë të mirë dhe atë pjesën e krokantes. Dhe tiramisuja me pistakjo ka përfunduar. Ju mund ta lini që të pushoj në frigorifer për gjithë natën, po unë vetëm 2 orë lash dhe kishte dalë me nam. Faleminderit shumë që ndoqët videon, mos harroni të bëni like kësaj videos, lini një koment, bëjini share me shokët dhe shoqet dhe shtypni butonin follow për video të tjera. Faleminderit shumë, ciao.